Maturantët e Shkodrës janë nështruar këtë martë provimet e parë të maturës shtetërore 2026, duke qelur zyrtarisht sezoni i provimeve të maturës. Provimi i parë ishte i gjuhës së huaj, sipas kalendarit të përcaktuar nga Ministria e Arsimit, sipas të dhënave nga Drejtoria e Arsimit në Shkodër. Këtë vit janë regjistruar 1424 maturantë. Sot starton matura shtetërore 2026 me provimin e parë të maturës që është gjuha e huaj. Kemi aktualisht të planifikuar për t'ju nënshtruar këtij provimi 1444 ose 44 nxënës. Sigurisht janë listat e ardha nga Ministria. Janë nxënës që janë të planifikuar dhe të organizuar në 6 qendra provimi, qendra që do kenë klasa, korridore, po edhe ambiente më të gjëra si palestrat. Dhe janë të angazhuar mbi 160 administrator mësues që do menaxhojnë gjithë procesin. Këtij procesi do i nënshtrohen edhe nxënësit me AK, që tashmë nuk është njërisi, sepse nxënësit me AK edhe vitet e tjera janë nënshtruar procesit në varësi të përzgjedhjes që vetë kujdestari ligjor i tyre ka vendosur që nxënësi të zhvillojë një test normal apo një test të veçantë dhe do kenë mësuesin mbështetës gjatë gjithë provimit, si dhe do kenë mundësi, pra do të kenë një ambient të dedikuar për të zhvilluar provimin në qetësi të plotë. Kemi mbi 160 mësues që do angazhohen në role të ndryshme, përgjegjës administrimi, por edhe administrator sekretimi dhe ambientesh, edhe përgjegjës kati. Kemi përfaqësues nga Ministria që do vëzhgojnë procesin dhe që tashmë janë në qendrat e provimit së bashku me administratorët e provimit dhe do vëzhgojnë procesin gjatë gjithë zhvillimit deri në përfundim të tij. Spari do fillojë në ruajtjen e qëndrueshmërisë, sepse vazhdojmë të kemi pritshmëri në menaxhimin shumë të korrekt të procesit, në mënyrë që të mos na çdoj në asnjë aspekt dhe në asnjë aktor të angazhuar në proces. Por sigurisht vazhdojmë të kemi pritshmëri që të ruajmë mos luhatje të notës mesatare gjatë vitit shkollor me përfundimtaren e provimeve të lirimit dhe çka është tjetra më e rëndësishme, vitin që lan pas ne kemi patur 15 medalje të arta. Sigurisht kemi pritshmëri që t'i rrisim ato. Kemi shumë nxënës që janë me notën 10.00, pra që kanë mbyll procesin me notën 10.00 dhe sigurisht kemi pritshmëri që këto nxënës ta finalizojnë edhe me notat e provimeve me 10.00, në mënyrë që të kemi edhe rritje të medaljeve të arta.